Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, atë falendrojmë dhe madhrojmë. Madhrojmë Allahun, kryusin e gjithësisë, lotin, mëshirbërësin, sëndusin e ditës së gjykimit. Dërsa salavatet dhe selamit i dërgojmë pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të themi disa fjalë në lidhje me një ajet kuranor i cili është shqetësues për çdo njeri i cili ka mendje dhe logjikon. Do të lexoj ajetin, do të përkthej ajetin dhe do të tregoj se pse kam zgjedhur këtë ajet. Thot Allahu azza wa jall: "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adhab al-hun bima kuntum tastakbiruna fi al-ardi bighayri al-haqq wa bima kuntum tafsuqun." Dhe atë ditë ku do të prezentohen zjarrit pa besimtarët, apo do të futen zjarr pa besimtarët, e do t'ju thuhet: keni shfrytzuar të gjitha të mirat në jetën tuaj në këtë dynja, dhe jeni kënaqur me to. Sot, domethënë, do të shpërbleheni apo do të shkoheni me një dënim nënçmues, për shkak se keni qenë mendje mëdhaj në tokë pa hak dhe për shkak se keni bë mëkate. Ky është ajeti që kam zgjedhur me fol për të. Ajo që më ka ndalë më së tepërmi është ajo fjala e Allahut azza wa jall: ju keni shfrytzuar gjitha të mirat në jetën e kësaj dynjaje, keni harxhuar këtë mirat këtë dynja, s'keni lënë kurrë për ahiret. Edhe realisht njeriu ka herë kur ndalet edhe shikon edhe ajetet kuranore, edhe hadithet, edhe fjalët e selefit, se cila është ndoshta ai ajeti që është më spreksi, cili është ajeti apo hadithi i cili ka lënë gjurmë të njeriu, apo fjala e sahabëve, ndoshta pe fjalëve që unë për vete mendoj, është pikërisht kjo pjesë e ajetit edhe fjalë të ngjashme që kem prej selefit, prej sahabëve, prej Abdurrahman bin Aufit, kur ka thonë se pasi që ju ka hap dynjaja atyne e kanë shijuar të mira, që faktikisht disa prej sahabëve që kanë ndoshta kontribuar më shumë se ata, e kanë qenë më të mirë se ata, nuk kanë pas mundësi me i shiju nga se kanë vdekur, edhe si rasti Musa bin Umairit, sa që thot kur e kem varrosur, më jam lu kamt, ju zbulej kryt, më jam mbulu kryt, ju zbulejshin kamt, mund qatë s'kena pas as qefin me i dhonë edhe me pështjel. E ne kemi pritur këto mirësie, këto të mira, e kam pas frikën se runë në Zot, mos jem të i harxhu të mirat këtë dynja, e s'kem lanë në s'ponejet kurgjë për ahiret. Qofse kanë thonë ata në kohën e tyre, edhe shpeshën e përmendin në ligjëratat tona, ata që jetojnë në kohën tonë edhe shohin se çfarë begatish na ka dhënë Zoti. Edhe sa të mirat i kem, përpara këto të mira, ndoshta shumë për mbretërve si kanë pas. Qoftë në ushqime, qoftë veshmbathje, qoftë domethënë mjetet të udhimit, komoditete ndryshme kështu me radhë, që fatkeqësisht nuk jem falendërues ndaj tyre, e ndoshta runa Zot do të më mendu njeriu se mos është Zoti të na dhënë këto të mira këtë dynjë, si jem të lënë kurrë për ahiret. Ky është shqetësimi i parë, ndërsa shqetësimi i dytë dhe të nderuar është se njeriu kur i ka këto të mira, edhe ndoshta i fiton edhe në mënyrë halal. Mirë po, jepet mas tyre shumë, edhe ngaren mas tyre shumë,
edhe i lidhet zemra për to shumë, edhe i bëhen në rutinë, edhe pjesë e pandashme me jetës. Kur bëhen kësi forme, edhe lidhet njeriu shumë për këto çështjeve, kësaj dunjas, qoftë ajo ushqime, qoftë ato veshbatje, qoftë ajo diçka tjetër për komoditetin e kësaj bote, e që masëne s'mundohet për i sajna, e ndoshta jo çdo herë ka mundësi me i pas edhe me i fitu me halal. Ka herë tash me ne fillon me filozofu e me gjetë domethënë rrugdalje, edhe me i fitu ato ndoshta me dyshim spaku, mos të mërun azot me haram, nga se faktikisht u mësu me ato s'mun i len. Ama edhe pse ndoshta si amrin ka qiku me i fitu me njerëz tina, domethënë me punë tina, me domethënë angazhim tina, mos mun i len se u mësu për to tash edhe zgjen edhe rrugë domethënë edhe jo të mira, dyshimta, edhe ndoshta të ndaluara për me arrit të këto domethënë begati kësaj dynjaje, të cilat realisht janë shumë relative dhe janë shumë përkohshme. Këto dy çështje më kanë bërë me e zgjedh këtë jetë, duke ashtuar atë që kemi biseduar, domethënë në hadithin e cilin e kemi marrë në ligjëratën e kaluar, kur kemi treguar se feja jonë na ka mësuar që edhe kur të hajmë dhe kur të pinë mos me tepru, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, hani edhe pini edhe mos e teproni, nga se ai Allahu azza jall nuk i don ata që të teprojnë. E kemi treguar hadithin e pejgamberit sa se besimtari han me një bark, me një stomak, e pa besimtari han me shtat. E kemi treguar pejgamberit sa që ne ka thonë mjafton që njeriu disa kafshat me majt shpirtin gjallë, trupin me jetu, qofse patjetër atë le të ndon një pjesë për ushqim, një pjesë për domethënë pirje, e një pjesë domethënë për efemarrje. Faktikisht më na treguar që realisht njeriu me këtë dunja me marë sa i nevojitet, mos më lidh për të, nga se këtu është kalimtar dhe është duke u thuar për të Allahu Azza wa Jall. Mirë po do të marrëm me lejen e Allahut Azza wa Jall këta jetë ngadal disa fjalë me i thonë dhe që kanë thonë djetarë për të. O yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, a ditë kur pa besimtarët do të prezentohen para zjarrit, apo zjarri do t'ju prezentohet atyre, apo do më thonë faktikisht do të futen në zjarr. Tri këto mendime dhe këto tri kuptime ka mundësi me i pas kjo jetë. Po flet për pabesimtarët, ata që të kanë bë kufër, nga se realisht në çështjen se me e pa xhehenamin, kanë me pa dhe besimtarët, le tarawunna al-jahim, thumma le tarawunnaha 'ayna al-yaqin, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, dhe keni me pa gjithsesi xhehenamin, edhe keni me pa që jetojmë me sytë e ballit juaj, edhe pastaj do të pyeteni për begatitë e kësaj bote, edhe që e kanë hutbe se shumica apo pesë lefjet e pesë sahabe kanë thonë se për begatitën konkretisht është për ujin e ftoftë që e pina. Mirë po, ajo që po argumentoj me këtë jetë është me tregu se realisht xhehenamin kena me pa të tonë. Realisht se mi xhehenem është ura e siratit që përmbi të me kalue në xhenet. Për atë ka orë në ajet kuranor, o im minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya, dhe s'ka askush për juve vetëm se ku me kalu pranë saj, pranë xhehenemit. Kjo është çështje e kryme për i Zotit. E Allahu azza wa jalla shpëton ata që janë devotshëm e besimtar, ndërsa ata zullumçarët i lënë për ulur, domethënë edhe i hudh në xhenem. Nuk jem të fol domon tash për besimtarin, i cili faktikisht kalon misirat e sheh e tmerrohet, mirë po flasim për pabesimtarin i cili i afrohet xhenemit, edhe i afrohet xhenemi, edhe faktikisht përfundimi i tij është aty dhe nuk ka shpëtim për to. Ose domethënë ky debat zhvillohet pak para se me një xhenem, ose tu hin xhenem e tu dënua, realisht tu ju thonë kjo fjalë, adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, i keni harxhuar dhe i keni shfrytzuar të mirët e kësaj bote në këtë jetë, edhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot keni më shpërblime një dënim të olt edhe në dënim të më thonë në nëshmus. Të fjala i keni shfrytzuar, dhe më thonë kanë thonë djetarët disa mendime, kanë thonë është për qëllim se i keni shfrytzuar këto të mira në këtë dunja,
duke lakmuar pas tyre, duke vazhduar pas tyre, duke bërë harame, duke bërë dhe kufër, dhe faktikisht nuk keni dëgjuar për këshillat e Allahut dhe domethënë për rësitë e pejgamberëve, edhe faktikisht domethënë këto janë bërë sebeb që më pruve domethënë në këtë ditë edhe në këtë dënim. Kjo është mendimi i parë, e kjo është më i saktë. Mendimi i dytë është se realisht e keni harxhu rininë e juaj, e keni harxhu fuqinë e juaj, atë kohë që kur është dashur me punu për këtë ditë, për ditën e gjykimit, ditën kur do të marrim shpërblim apo dënim, vend se me harxhu, domethënë mas asaj që të bën dobi, edhe që të gjinet nesër në ditë, ju e keni shfrytzuar rininë dhe fuqinë e juaj, domethënë duke shkuar mas harameve. Edhe mendimi i tretë të cilët kanë cekur disa prej dietarëve, domethënë se njerëzit do t'i shikojnë disa të mira që i kanë bërë këtë dynja. E në këtë rast është fjala ndoshta për pabesimtarët, e që nuk do t'i gjejnë nesër ditën e gjykimit, edhe do të pyet se pse ku më kanë mbetur ato të mira që i kanë bërë. E do t'i thuhet se i ke harxhu ato të mira, domethënë në atë dynja, edhe thjesht nuk ka mbetur asgjë, domethënë për këtë ditë. Nga se ka në hadithin e vërtet, në hadithin e Sahihut Muslimit, se ka treguar Allahu Azza wa Jalla se për besimtarët që të bëjnë mirë këtë dynja, bëjnë vepra të mira, lidhje farefisnore, respekt ndaj prindërve, ndoshta thjesht e bëjnë sinqert për Zotin. Në realisht për këto të mira që i bëjnë këtë dynja, shpërblehen këtë dynja. Nesër në ditën e gjykimit nuk ka me pas kur shpërblimi për ta, nga se faktikisht këtë dynja e kanë marrë domethënë shpërblimin për ato të mira që i kanë bërë, edhe thjesht edhe nëse mendon se ka me pas të mira ose i ka bërë të mira, po s'pi gjon, atëherë i thuhet se realisht nuk i çka i lyp se faktikisht i ke harxhuar domethënë në këtë dynja, domethënë duke shpërblyje domethënë prej atyre të mira që ti është dhënë në këtë dynja. Mirë po, ky ajet vëllezër të nderuar, a është vetëm për pabesimtarët? Se realisht pe kuptojmë që është për pabesimtarët, për atë person i cili nuk beson në Allahun Azza wa Jall, nuk ka besuar ndoshta në ditën e gjykimit, thjesht ka bërë mëkate, ka mohu Allahun Azza wa Jall, ka qenë mos mirënjohës ndaj begative tina, faktikisht i ka harxhu senet në këtë dynja, as i ka mbetur asgjë për ahiret. A është vetëm kjo ajet për ta, apo thjesht ka mundësi me konë edhe për dikën tjetër, me konë domethënë edhe për besimtarin i cili uru në Zot, fatkeqësisht ka mundësi me i bë këto mëkate, e që nesër në ditën e gjykimit domethënë ballafaqohet me këtë realitet, që faktikisht domethënë disa prej shpërblimeve të ahiretit i ka harxhuar këtë dynja. Siç ka në hadithin e vërtetë pejgamberit sa ka thonë se ai i cili pin alkool në këtë dynja, nesër ditën e gjykimit nuk ka alkool për ta. Ai i cili është mashkull dhe vesh mendafsh, rrobë mendafsh në këtë dynja, nesër ditën e gjykimit nuk ka as begatie për të. Ai i cili pin në antaret edhe të argjenin në këtë dynja, kom ju ndaluar ajo çështje nesër ditën e gjykimit. Faktikisht ka njerëz që kanë ardhur në hadithe të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak domethënë të mëkateve që i kanë bën këtë dynja, të caktuara në formë konkrete, kanë ardhur se prej atyre begative kanë mu privu. E ka prej dietarëve që kanë thonë, i nol vetëm këto që kanë ardhur në hadith, e ka prej dietarëve kanë thonë që thjesht edhe begati tjera që në hadith, nga se këto janë vetëm si shembull. Ai i cili faktikisht ka bërë zina, domethënë këtë dynja, nesër për ta nuk ka me pas hurë domethënë hiria në xhenet. E kështu me radhë faktikisht varësisht se çfarë mëkati ke bën këtë dynja, domethënë i njëjtit lloj ku më u privu dhe ku më dënu dhe nuk mu të dhonë nesër domethënë në ahiret, edhe nëse thjesht domethënë shpëton pejzarit të xhenemit edhe hin domethënë në xhenet. Pra thjesht nuk është ajeti domethënë vetëm për pabesimtarin, mirë po kjo pjesa se disa njerëz, disa të mira i harxojnë këtë dynja edhe nesër në ditën e gjykimit nuk i kanë në ahiret, ka mundësi me e pas edhe ai besimtar i cili përlyhet mëkatin varësisht çfarë lloje, çfarë sasie të mëkatit, nëse rrugë Zot nuk është penduar, nuk ka kërku falje, nuk është dënuar ashtu për këtë mëkat këtë dynja, apo nuk e ka falur Allahu nesër në ditën e gjykimit. Mirë po vëllezër të nderuar, ajo që thjesht kuptohet
pe këtij ajeti është çështja se realisht begatit e Allahut azza wa jall në parim nuk çortohet njeriu nëse i shfrytëzon ato në halal. Nga se Allahu azza wa jall ka thonë kul men harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Kush është ai i cili ka bë haram begatit dhe bukuritë e Allahut azza wa jall që i kanë zgjerrur për rreth e tij në këtë botë, edhe të mirat e kësaj dënjaje për rrezikut, thuaj ato janë për ata që kanë besuar këtë dunja, ndërsa nesër në ditën e gjykimit janë të veçanta vetëm për besimtarët. Por të mirat të cilat janë të lejuara në këtë dunja nuk janë haram për besimtarin, nga se Allah azza wa jall i ka zbritur dhe nuk duhet me pas kërkush autoritetin që me ndaluar atë që Allah azza wa jall e ka lejuar. Nga se Allah për besimtarët i ka zbritur ato të mira dhe begatin këtë dunja. Me këto begatin këtë dunja kanë hisë edhe besimtarët dhe jo besimtarët. Mirë, po nesër ditën e gjykimit ato do të jenë vetëm për besimtarët. Pra thjesht çështja është se njeriu në parim i lejohen gjërat që Allahu azza wa jall ka lejuar, mirë po nuk duhet i keq përdorur ato me bë haram, duhet me falendëruar për to. Edhe treta, ajo që faktikisht edhe filluam pak ligjëratën me të, me thonë se thjesht njeriu duhet me marr, domethënë pikë të mirave kësaj dunjaje me kanar atë sa ka nevojë edhe mos zgjeru tepërmi. Pra thjesht duhet me kam falendërues mirënjohës dhe Allahut azza për to të mirë që ne ka dhënë. Me ditë ka e kemi, gjua jonë gjithmonë me konë e lagër, falendërim dhe Allahut azza, edhe e dyta me i përdor ato begati në që Allahu azza të ka leju. Qofse ki është domethënë të mira materiale, i shfrytëzon atë që është e lejuar, jo unë zot me shkon haram. Nga se Allahu azza t'i ka lejuar ato të mira për me bë haram. Edhe e treta, faktikisht me i shfrytëzu këto të mira, domethënë në soza asaj që mos zgjeru shumë në to, mos me tepru shumë në to, nga se thash ka ardhur në hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Omeri shkon e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i kon i shtrim në një hastër. Hastër është domethënë ato domethënë si shtroj e mbome prej domethënë fletave të pemëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i shtre atë, i kishin mbetur gjurmët se ajo në zall, hastër e cila stanal 100% në zallin. Faktikisht ishin mbetur gjurmët asaj hastrës, asaj shtroje në trupin edhe domon unë e pejgamberit sallallahu të shpinës dhe të kësaj pjesës. Edhe i thot, domethënë Omeri kur e sheh këtë gjendje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot, kështu ti i dërguar i Allahut azza wa jall je njeriu më i mirë, ndërsa të pabesimtarët, domethënë Herakli edhe domethënë ai i Persis, Kisra dhe Kaisar, domethënë i ky bizantëve dhe të persianëve, faktikisht në atë jetë çfarë jete janë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë o Ibn al-Khattab, domethënë o biri i Khattabit Omer, ato janë të mira të cilat ju janë shpejtuar pa besimtarëve në këtë dunjë. Thjesht këto të mira i kanë marrë këtë dunjë, ju janë shpejtuar me i marrë këtë dunjë që mos më met kurrë në ahiret. Për atë Omeri radiallahu ta'ala na treguohet se ka pas zakon. Edhe thoshte se unë kam mundësi edhe mu vesh më mirë, edhe me ngrënë më mirë, edhe me pas jetë më komode. Mirë, po nuk e bëj këtë se tutem se mos Allahu azza jall pe i shpejtoj mi i marë këto të mira këtë dënja, mos milon nesër në ditën e gjykimit. Edhe tregohet se ka pa njëherë Gjabirin radiallahu ta'ala anhu, e kishte pasur dëmish edhe e kishte ble. I tha, o Gjabir, çka është aja? Thot, mish lakmun, që mi thëmë lakmun me ble edhe blejtëm. Thot, o Gjabir, a gjithësen që e lakmun duhet me bleja, as tutësh fjalës Allahut azza wa jall që i keni shfrytzuar të gjitha të mira në këtë dunjë, domethënë, thjesht këtë mirat i keni sosë dhe i keni harxhuar këtë dunjë. Tregohet për Omerin radiallahu ta'ala anhu se ka shkuar në Shamin e sotshëm, ka takuar Khalid bin Walidin, edhe i kanë ofruar ushqim që thjesht nuk ka qenë i njohur në Medinë, ka qenë
më thonë ushqim luksuz i njoftër në Sham, po jo në Medinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thjesht, domethënë Omeri, domethënë është nal, edhe ju kanë mush syt lot, edhe ka thonë, po ata sahabët që kanë vdekur para neve, nuk i kanë pas të begati që i kem na. E ka thonë Khalidi, ata janë xhenet. Ata janë xhenet, faktikisht janë më mirë se na që jemi të hungër. Edhe në qoftë se faktikisht Zoti ata i pas ka marrë para neve, i ka çuar xhenet, e neve na e kalon me hungër dhe ushqime kësaj dunjaje, dije se shumë pas kum dallim na mes tyre. Faktikisht ata në xhenet, e na jemi do i hungër dhe ushqime kësaj dunjaje që po mendojmë që janë llokse të shishme. Pra thash atë që fillova nga Abdulrahman bin Aufi radiallahu ta'ala anhu, që kur ishte agjërueshëm, ju servonin për ushqime më të mira që i kishte, nga se ishte për sahabive më të pasur, se ishte njeriu që ishte më i suksesshëm dhe më i zdërvelt në tregti. Kur i ofrojshin këto ushqime, gjithmonë e kujtoi ata që thash Musab bin Umerin edhe Hamzin radiallahu ta'ala anhu, apo një sahabi tjetër, duke thonë se kena varros Musabin, e kur jam shumë kryt, ju zbulej këshin komt, e kur jam shumë komt, ju zbulej ke kryt, se s'kishëm që fin me mbulu, për i varfrisë e fukarallëkët. Njët e ka qenë edhe Hamza, e kanë qenë njerëz më të mirë se unë, e si kanë pasur këto begati, mos Allahu azza xal po na jep këto të mira, që faktikisht për i harxojmë këto të mira, s'po na jep, domethënë kur gjë për ahiret. E që realisht kjo ndjen, vëllezër të nderuar, duhet me pas thash çdo besimtarët, për atë duhet me frenu veten, edhe me thonë mjaft as mos më dhon domethënë egos edhe nefsit çka lip me hunger, as ka lip me vesh, nga se pleqton e kam përceka fjalën që faktikisht apetiti është apo fytër vllajedetit, faktikisht nuk mbushet, domethënë kur edhe ka cekur tash ajetin mbasi jam të vazhduar se pse Allahu azza wa jall i fut në xhenem, edhe i fut domethënë në këtë dënim i cili është poshtrues për ta, thot bima kuntum tastakbiruna fil ard bighayri al haqq, se keni bë mendje masi në tokë pa hak. Zdo më thonë që faktikisht ka mendje mallësi me hak e pa hak. Mirë po çdo mendje mallësi është pa hak. Mirë po e ka cek se kjo është realiteti i mendje mallësisë. Gjithmonë është pa hak. Se s'ka njeriu drejt me pas mendje mallësi kur e din vetëm se çish është kriju, çka më në barkun e tij edhe ku më përfundu dhe nesër kur varroset. Faktikisht nuk ka mundësi njeriu nëse thjesht logjikon edhe priardhin dhe realitetin e vetes e din, çish ku më përfundu, nuk ka mundësi me pas mendje mallësi dhe kënaqësi ndaj Allahut azza xal. E heq ma tepër dhe me thonë me bo mëkate edhe mos m'ju bind urdhave të Allahut azza xal, mirë po thjesht me kon mos përfillës ndaj urdhave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me e përmbyll këtë ajet që kemi filluar, pra thjesht dobija e parë që kam dashur me sjell këtë ajet që është vazhdimësia e asaj që kemi folur në ligjratën e kaluar, është që njeriu domethënë të mjaftohet me pak nga këtë dunjë, që mos ngaren masojna, mos të jepet masojna, mos të lidhet pasojna, se faktikisht domethënë nuk është lidhet pasojna, problemin e ka se është vështirë mundo edhe vështirë domethënë se ta nsheh dhe nuk zgjedh formë dhe metodë domethënë me e arrit atë. Kjo është e para, thjesht njeriu të din realitetin e kësaj dhunjaje, që është e përkohshme të merr atë sa ka nevojë, edhe të vazhdon rrugën se gjithimi duke shkuar për të Allahu azza xal. E dyta që ceka që edhe nëse jemi besimtar, dhe të kemi kujdes mos të keq përdorim begatit e Allahut azza xal, e të marrim disa begati të ndaluara në këtë dhunjë, se domethënë ka mundësi të privohemi për to, domethënë në ahiret. Siç është pirjes së alkoolit, veshjes me ndofshit, pirja dhe ushqimin në anëtare të argjendit, apo siç thashë Ibn Qayyim ka zgjeruar edhe më tepër ka thonë se edhe çështjet me mëkate të tjera kanë mundësi domethënë që me të privu edhe për begative tjera. Kjo është e dyta, edhe e treta është se çdo çështje gjithmonë mesi është i artë. Njeriu nuk duhet më u zgjeru në të lejuara e më lidh pas tyre që më bë pjesë e pandashme që mos me zgjedh tash formë se si i fiton ato, ndoshta edhe me kaluar haram, e kjo është ekstremi i parë. Ekstremi i dytë është kur njeriu faktikisht i hin mendja se çdo gjë nga kjo botë, domethënë duhet të më largu, edhe në farë forme sikur më ia bë haram,
vetes në ti ato që Zoti e ka lejuar, e që ka jetër në Kur'anor, ka thënë kul men harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min rizq, kush është ai i cili bën të ndaluara, domethënë ato që Allahu Azza ka zbritur në tokë për njerëzit dhe për besimtarët, e në ditën e gjykimit ato janë vetëm për besimtarët. Faktikisht, nëse njeriu fillon mu largu krejt pjesë e dunjaje e me shku në asketizëm ekstrem, atër kalon në ekstremin tjetër, ai parë shkon në ekstrem duke u lidhur mas dunjaje, mos gjetur formë të çfarë e fiton dunjan, ky shkon në ekstremizëm duke lënë dunjan edhe thjesht ndoshta duke ndaluar atë që Zoti s'e ka ndaluar, mirë po gjithmonë mesi mes të dyjave është ai mesi i ardh që njeriu merr atë që e ka lejuar Allahu Azza wa Jall, nuk është haram atë që ka ta kaluar Allahu Azza wa Jall, mirë po bëhu falendërues, bëhu mirënjohës, përdore ashtu që ka lejuar Allahu Azza wa Jall me përdor, mirë po edhe përdore me mos duke mos e tepruar. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.